mendoj se do i kalon dhe duke përdor parat tuaja për të mashtruar botën, por jo nuk arriti. Ata që vëzhguan zgjedhjet, ata ishin njerëz me karakter, njerëz besnik të parimeve të tyre, ju bëri presionin më të turpshëm, më banditesk, por në raport janë numëruan të gjitha. Miq. Thash dhe njerë, jemi më të fortë se kur, më të kthjellë se kur. Tani jemi në drejtën tonë, në ligjin kombëtar dhe ligjin ndërkombëtar, të ngrihemi me gjithë guximin tonë për të përmbysur këtë regjim. Ne përmbysëm një diktaturë, e cila ashtu siç ishte e dobët e me radhë, por të ri zvarriste në Shkodër, kufo matrish zvarriste në Shkodër, në Korçë, në Gjirokastër, megjithatë nuk mbijetoi dot, por e përmbysëm. Ne këtë duhet ta përmbysim me një betim solem. Me një betim solem. Do të përmbushim misionin ton. Në diktatura fitojnë ata, të cilët nga mëngjes deri në darkë i thon vetes ja të vdesim, ja të rrojmë për liri. Dhe ai mendon se mund të mbroj Lubin, se mund të bllokoj parlamentin. Absolutisht. Jo Lubia, po edhe ai vet do të marrë çdo ndëshkim që meriton për atë që u ka bërë shqiptarëve. Mos harroni një gjë. Në vitin 2014, raporti OSBE-s e akuzoi se ka 200 milion euro të fshehura në bankat offshore. Nuk dha asnjë përgjigje, gëkmek nuk bëri. Po, sepse çdo ndërtuesi për çdo pallat i mirë të 2 kate ose i mirë të 1 kat dhe ja kërkonte para dhe jo kate. Po, imagjinoni pra, në qoftë se në vitin 2014 kishte me këtë llogarinë e Ballukut 1000 apartamente, sa ka fituar nga viti 2014-25 si kryeministër. Imagjinoni ç'po bën me portën e Durrësit. Ç'po bën me portën e Durrësit? Po fiton miliarda, vetëm toka publike e portit kushton rreth 3 miliardë euro. Ndaj miq, jam këtu për t'u thënë çdo demokrati, çdo shqiptari dhe shqiptare është koha e guximit ton. Përmbysja e diktaturës do në guxim, por ne guximi s'ta mungon. Edhe një herë, nga mëngjesi deri në darkë, derisa ata sqarojmë këtë regjim, ne do t'i përsërisim vetes ja të vdesim, ja të rrojmë për liri. Pas kësaj, çdo shqiptar pavarësisht nga bindjet e tij do votojë lirë. Pas kësaj, pasuritë publike do të jenë pasuritë shqiptarëve. Pas kësaj, taksat do përdoren për shqiptarët. Ju lutem edhe një moment. Në 12 vite, buxhetet, parat pra që ka marrë nga ju, nga shqiptarët, taksa, buxheti, janë 67 miliard euro. Se ka dyfishuar taksat. Në 8 vite kemi marrë nga qytetarë shqiptar 28 miliard euro. Në 8 vite me 28 miliard euro kemi dyfishuar rroga, kemi dyfishuar pensione, kemi ndërtuar 13.000 kilometra rrugë nga Hani Hotit në Gjirokastër me radhë, 1000 sa shkolla,
kopshte çerdhe. Ku janë ndërtimet e 12 viteve, 67 miliard eurove? Vjedhje dhe vetëm vjedhje. 90% e parave janë vjedhë, thot Banka Botërore. Ndaj dhe pra, për ta mbyllë, ne e përmbysëm një diktaturë 35 vite më parë. Ne me çdo çmim, do të shirojmë shqiptarët nga kjo narkodiktaturë. Dhe kjo është mision sa hynor, aq dhe toksor, i çdo demokrati dhe demokratje, i çdo qytetari dhe qytetarje. Faleminderit. Faleminderit, doktor. Foltorja është për qytetarët, foltorja është për demokratët. Kush dëshiron të marrë fjalën, mikrofoni vjen me njëherë.